Riparohet argjinatura e Vjosës pas dëmeve nga përmbytjet e janarit, nis rehabilitimi dhe ngritja e nivelit. Argjinatura e Vjosës e dëmtuar nga vërshimi i lumit gjatë përmbytjeve të janarit pritet të riparohet. Projekti synon jo vetëm riparimin e çarjeve të argjinaturës, por edhe ngritje të nivelit nga 10 cm deri në 45 cm për degën e Martinës dhe nga 10 cm deri në 1 metër për bankinën e kolektorit. Inxhinier të bordit kullimit bëjnë me dije se investimi synon ta bëjë argjinaturën më rezistente ndaj vërshimeve të ujrave të lumit të Vjos. Nga vërshimet e muajit janar u dëmtua bankina e kanalit Vaditës, të quajtur dega e Martinës që shërben dhe si argjinatur. Megjithatë, niveli i Vjosës kaloi në shifra rekord për 40 vitet e fundit, ndërkohë që tashmë pritet të nisin punimet për të shmangur situatat që mund të krijohen në dimrin e ardhshëm. Ndërhyrja për rehabilitimin e argjinaturës së Vjosës përfshin afërsisht 3400 metra linear, ndërsa pas përmbytjeve të vitit 2017 u investua fillimisht në 4600 metra të kësaj argjinature.